Me peshën e 75 viteve mbi kuriz, hapat e tij ngjajnë një trokame të një beteje, e cila nis në vërban të Kosovës dhe bitis në Greenwich, aty ku një vije holl ndan lindjen nga perëndimi në dy pjesë të barabarta. Në këtë trokam, hapat e Tahir Berishës ndalen tek familja, herë tek shqipja në tërë ndjesinë e saj, tek arsimimi, patriotizmi, kombi, shoqëria, shqiptaria e kur s'pushojnë. Në familjen e gjerë Sokolit të fisit Berisha, e ardhur në vërban të vitis nga Pidiqi Karadakut të Gjilanit më 31 korik 1928, në lagjen e Karadakve të vërbanit u dëgjuan 5 të shtëna pushkësh. Këto të shtëna që si pas traditës shqiptare shënonin një gëzim të veçantë të shumë pritur, lajmëruan ardhjen në jetë të pinjollit më të ri të këtij fisi, Tahir Zeqir Berisha, fëmia i parë i nënës Mihane, pas 16 vjet martese të saj, dhe djali 4 i patriotit Zeqir Sejt Sokoli, i njohur në popull me emrin Zeq Vërbani. Tahir Zeqir Berisha, një emër që më pas në 75 vjet u gjen në libra, shkolla, luftra, muzeume, mitingje, dasma, aktivitete, tubime e tjerë, dhe u rënjos mes një itinerari jetik domethënës, si një monument i gjallë për kohrat, i cili reket mes ecejakeve të shumta e të panumërta. Në këto ecejake këmbët e tij lanë gjurmët e para në vendlindje, dhe që në moshën 2 vjeçare si më i zgjuarin ndër fëmijët e moshës së tij, por edhe të moshës më të madhe, u bë i përkthjelur i të atit, duke fituar privilegjin e odës së burrave. Në një moshë të tillë dra shpejt në sy të të tjerëve, por në realitet, jo aq për moshën sa për temperamentin dhe mbretësinë e tij në këtë mes burrëror. Këtë privilegje përforcoi edhe më shumë pas regjistrimit në shkollë, u filloi të lexonte me zë të lartë në odë të burrave dhe mbrëmjeve, gazetat e asaj kohe në dritën e kandilit, e herë të dhambës së vajgurit që i komentonte i ati. Më pas, ai teksa hidhte hapa të tjerë rrugëve rrugicave të jetës, ndjej edhe më krenar për fatin e të qenit djali një njeriu që mendonte për kombin, për shqiptarin, por që ishte i papëlqyer prej autoriteteve zyrtare të asaj kohe në krajinën ku jetonte, dhe që vepra e hija e tij, që i tërbonte armiqtë e kombit, jo pak do t'i kushtonte ecjes së Tahir Berishës. U rit dhe u burërua mëtej duke njohur okupatorin në të gjitha ngjyrat e tij, pa me sy torturat, vrasjet, e akmarrjet slave, pa kërbaqin dhe dajakun e okupatorit bullgar që mbyste e vriste shqiptarët. Kështu më parë mbytën me dajak Ahmet Muhaxherin, ndërsa në qershor të vitit 1943, natën e rrethuan shtëpinë e Zeq Vërbanit dhe pasi hasën në rezistencë të fortë u larguan, por me atë rast i therrën fqinjët e tij, Ali Kovaçin, Nezir Miftarin dhe Ramadan Mustafën. Në përleshje e sipër gjatë natës, u vra edhe një nënoficer bullgar. Zeq Vërbani u detyrua të strehohet në zonën italiane për te i kufirit. Ndërsa më 9 shtator 1943, kur ai sapo hidhte mbi supe të 14-tat, mori fund dhe fëmijëria e Tahir Berishës.
Pushtuesit italian ja vranë baban e tij në prag të shtëpisë, ndërsa i bashkë me të dhe disa shqiptarë po ktheheshin nga një ditë e zakonshme e psonisjes për familjen në tregun e asaj kohe në Ferizaj. Në këtë përleshje të armatosur me patrullën italiane, përveç babait u vra edhe një marshall italian dhe u plagos një tjetër dhe disa fshatarë. Kështu edhe ushtarët e okupatorit bullgaro-italian i lanë eshtrat e veta në Vërban, siç patën bërë edhe ushtarët e Turgut Pashës famkeq më parë. Duke u pjekur para kohe për Tajir Berishën, nisi një jetë ndryshe me skalvarit të vuajtjeve. Një jetë më serioze në fakt ku gradualisht u inkuadrua në rrjedhat e jetës. I detyruar pas vdekjes së të atit të ndiqte vëllain e tij në Mitrovic, ku ai ishte me punë, për herë të parë në jetën e tij përjetoi tmerrin e bombardimit të qytetit dhe mezi shpëtoi duke u fshehur rreth Sitnicës në drejtim të Vushtrisë. Me shkollën fillore të kryer e me dëshirën e vullnetshme për të vazhduar gjimnazin, por i izoluar në një vend pa mundësi të arsimoje shqip, Tajir Berisha u detyrua të vazhdonte mësimet në gjuhën serbe dhe brenda një viti kreu privatisht 2 klasa të gjimnazit të ulët. Sjelljet brutale të okupatorit bullgar, vrasja e atit nga fashistët italian, burgosja e vëllait nga nazistët gjerman dhe ngjarjet e tjera tragjike që përjetoi gjatë asaj periudhe, e bën Tajir Berishën më të fortë, më burrëror, por i zgjuan dhe një urrejtje më të madhe për pushtuesit. Dhe aty nga fundi nëntorit të 1944-s, ai u rreshtua në radhët e brigadës 7 sulmuese kosovare, ku ishte në fakt një nga partizanët më të rinj të saj, dhe më pasi u bashkua brigadës së parë të Kraishtës, e cila e ndoqi okupatorin në Bosnjë-Hercegovinë, Mostar, Metkoviq, Sarajev e tjerë. Prej Tërnavës, ku vendos qeta e tij Tajir Berisha më i arsimuar i qetës, u dërgua në shkollën e nënoficerëve, vetëm për një muaj, pasi me kërkesën e tij dhe me urdhrin e komandës, si një 17 vjeçar u la i lirë për t'u arsimuar në shkollimin civil. Më pas me shumë halle, pas mbarimit të luftës pa shkëputje nga puna, kreu maturën në gjuhën shqipe, pastaj shkollën e lartë pedagogjike në Shkup, ku u diplomua në afatin e dur në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, dhe në fund, fakultetin filozofik në degën e historisë së letërsisë jugoslave. Ai pati dimër edhe gjatë shkollimit e arsimimit të tij. Në këtë dimër jo pak herë ja vështirësuan arsimimin akujt e komiteteve të lidhjes së komunistëve, ku vetëm në vitin 1953 nëpërmjet sekretarit organizativ Petar Borozan dhe UDB-s së Vitis, nisën drejt familjes Berisha akuza të reja, sa për inate të njohura, po aq edhe për inate të tjera, edhe sot e kësaj dite të njohura si të qëllimshme, për të ndaluar ecjen përpara të Tajir Berishës, për të ndalur hapin e tij të sigurt e të ideuar mirë drejt së ardhmes. Duhet teksuar se Tajir Berisha, vetëm pas një kursi që zgjati prej 10 nëntorit 1945 deri në 9 shkurt 1946, e që zhvilloi për përgatitjen e mësuesve në Prizren. Në 13 mars 1946 u emërua mësues në fshatin Zarbinc të Kosovës Lindore, kur ai ishte i moshës 17-18 vjeçare. Më saktë atij Rashancit të hapte shkollën e parë në këtë fshat. E atje në Zarbinc ai dëgjoi të thuhej sërish: vetëm pak një pas për ngjajt babës, ky s'ka çare pa vyej. Dhe ndërkohë ndjente më shumë krenari. Më shumë forca i jepnin këto fraza, i jepnin më shumë obligim e përkushtim. E ndjente krenarin për teatrin, teksa thoshin: Zeq Vërbani jo vetëm që ishte i njohur si luftetar trim, por edhe si arsimdashës i flakët. Derisa ishte kryetari i komunës së Slatinës, i zgjedhur me votat e shqiptarëve, vazhdimisht u interesua për mirëvajtjen e 2 shkollave në Slatin dhe Gërmov, ku gravitonin 12 fshatra të banuara nga shqiptarët.
Ai ishte iniciator edhe për hapjen e shkollës së parë shqipe në fshatin e lindjes, Vërban, në vitin 1943. Brenda pak kohësh e ngriti lart emrin e shkollës së Zarbincës Tahir Berisha, dhe pas vlerësimeve të marra nga inspektorët e arsimit, sidomos pas propozimit nga inspektori Mehmet Gjevori, aty nga fundi nëntorit 1946, u transferua në shkollën fillore qendrore të Prishtinës. Për nxënësat, dera e drejtorit Tahir Berishës ka qenë e hapur, hyne në zyre dhe i tregova për portretin. Thash, zoti drejtor, në artës shoku drejtor, kam bën një portret Skënderbeu, duhet ta bëjmë në rang. Kornizar. Pa një patju që më kam e shiqeta bukre pas ke botë më shëndur, e tret kuririn që i kishte poshtë emrin Tahir, të lutem tha, hynë në podrum, heke tha fotografinë e Rankovicit dhe në sjell ta bëjmë fotografinë e Skënderbeu. Dhe hapat e zotit Berisha s'u ndalën kurrë. Në Prishtinë pasi u bë një udhërrëfyes pionierësh, një antar i seksionit të pionierëve të Kosovës asaj kohe, ku ishte kryetar Xhafer Vokshi. Në kuadër të këtij seksioni, më 28 nëntor 1946, filloi botimi i gazetës me emër Gazeta e Pionierëve, një gazetë për herë të parë në Shqip, dhe që nga viti 1948 ishte i caktuar antar i redaksisë. Ai mbeti vetmi redaktor, lektor, daktilografier, korrektor dhe ekspeditor i saj. Dhe përsëri dimër në jetën e tij. Kësaj here pasojat e luftës, puna e pandërprerë në redaksi, pluri, plumbit dhe zingut nga shtypja e gazetës, shkodhimi pa shkëputje nga puna, kushtet e banimit dhe ushqimit jo të mirë, i sollën një shëndet të ligë që u pasua me shtrim në senatoriumet e Ozrenit, Surdulicës dhe Gollnikut, ku nga viti 1949 deri në vitin 1952 luftoi me jetën e vdekjen, derisa flaku tej Tibisin. Pas daljes nga senatoriumi në qershor të vitit 1952, filloi përsëri punën në shkollën fillore të vendlindjes në Vërban, ku kishte edhe kushtet më të volitshme. E më pas, referent në Këshillin e Rrethit e sekretari i Plejsisë së Arsimit e të Kulturës në Viti, por edhe me dosje nga sigurimi shtetëror, përjashtim nga lidhja e komunistëve të Jugosllavisë dhe nga arsimi. Dhe kuptohet pse. Ai teksa ishte inspektor i arsimit për Kosovë, shkollat në Kosovë mbinin në kujdesin e tij si kërpulla pas shiut. E ndërsa i rrezikoi për dite më shumë, e ndërsa miqtë e këshillonin më tej, ai theksonte: "Nuk kam dëgjuar e as lexuar gjerë tani që të ketë bërë keq dikush që ka hapur shkolla. Se aty ku hapet një shkollë mbyllet një burg." Më konkretisht në faqen 234 të librit të historianes, doktore Sultan Kojqini Ukaj, thuhet e kuptohet qartë çdo gjë në lidhje me Tahir Berishën. Është vërtet e kam kalu në për gjitha këto nivelet e arsimit, edhe drejtor shkolle, arsimtari i gjuhës atë në gjimnaz, drejtori i entit pedagogjik, edhe më në fund periudhën më të gjatë 15 vjeçare kam kalu si inspektor edhe krye-inspektor i arsimit. Aty kemi pas rast me shfrytzuar autonomin e vogël, ku i kemi bërë vetë ligjet, vetë i kemi gjetë programet mësimore, arsimin falës gratis, edhe aty besoj se është dhënë një kontribut në brenda aty në kompetencat që kemi pasna. Tahir Berisha e vazhdoi veprimtarinë mësimore si arsimtar i gjimnazit të lartë, pastaj si drejtori i shkollës së mesme ekonomike dhe drejtori i entit rajonal arsimor pedagogjik në Gjilan. Ai e ngriti lart emrin e shkollës së mesme ekonomike në Gjilan në vitet 61-62, por kjo i kushtoi prapë, teksa nxiti nxënësit të shkruanin tek fletpalosja letrare e shkollës shprehja e të rinjve. Edhe pas shumë hetimeve dhe mbledhjeve maratonike në shkollë, nuk u konstatua asnjë lloj gabimi. Tahir Berisha u detyrua të braktisë Gjilanin dhe të shpërngulet në Prishtinë, ku e vazhdoi më me intensitet aktivitetin e tij. Gjatë viteve 1970-1985, ai punoi si inspektor krye-inspektor i arsimit të Kosovës dhe kryetari i bashkësisë punuese.
Mirë po në vitin 1986, prap u përjashtua nga lidhja komunistëve të Jugosllavisë dhe lidhja e luftëtarëve të LNC-s së Jugosllavisë së asaj kohe dhe doli në pension. Unë besoj se po, me qenë se na ishmi të rritur për gjuhën shqipe, për historinë kombëtare, se atër ka qenë çdo gjë ndalume. Bile shumicat e konsiderojnë vetin si tush, turk elhamdulillah. Hera parë ishte që na fillom me mësu disa gjëra nga historia edhe nga gjuha shqipe, bile përmendëm edhe më parë një ngjarje e madhe kur e kalova kufirin një herë, ti nxisht atë se ne ishmi në zonën bullgare, një abetare për disa miqve atë e mora. E atë u lexova babait not, ku ishin edhe disa burra, e një fjali që i bëri ati për shtypje të madhe, çuni mirë qohet herët. Fashe, këta kur shkollon rregullisht në gjuhën shqipe, ta dinë me rujt të dinitetin kombëtar, ta kanë me ditë me shmu kombin tonë, me shmu tonë. I mbetur një kohë as në qiell as në tokë, në një dimër po aq të egër sa të parët dimra të jetës së tij, ai prapë se ndali hapin e tij. Një jetë të tërë për gjuhën shqipe në procesin e drejt për drejt arsimor edukativ. Një jetë të tërë kundër politikës diskriminuese ndaj arsimit. Jeta ime është e lidhur me arsim. Profesioni im aty ka filluar edhe ka mbaruar. Tahir Berisha asnjëherë nuk i tha të zezës e bardhë se donte puna, por vazhdonte hapat e tij dhe ngrente zërin teksa thoshte: duket sikur është quar lugat hegemonizmi serbomall. Tahir Berisha krahas punës në procesin mësimor edukativ, krahas aktiviteteve veprimtarive të tjera, asnjëherë se hoqi penën nga dora. Ai rjeshtoi shkrimet e tij letrare e publicistike dhe është autor i mjaft librave voluminoz. Ai është autor i Trojet që nuk shuan, botuar në Prishtinë 1993 dhe ribotimi i tij në 1995. Emra që nuk harrohen, arsimtarët veteran, të përfshirë në vitet 1941, 1951 dhe arsimi shqip në Kosovë, vëllimi i parë i botuar në Prishtinë më 1994. Emra që nuk harrohen, arsimtarët veteran, të vitit 1941, 1951, vëllimi i dytë i botuar në Prishtinë më 1996, rrëfime në vetën e parë Prishtinë 1998, shënime dhe cejake të një refugjati nga Kosova të botuar në Londër dhe një sër dorëshkrimesh, tekstesh e materialesh që përgatitet t'i hedhë në botim. Dhe për parti sjellot kontributin e madh që kanë dhënë mësuesit për zhvillimin e arsimit e të kulturës në Kosovë e trevat e tjera shqiptare etnike, matan kufive shtetërore. Por veprat e tij fill pas botimit janë promovuar në Prishtinë, Preshev, Shkup, Tiranë, Elbasan, Stamboll, Glasgow të Skocisë dhe në Londër, ku dhjetra vet kanë thënë e vlerësuar stilin dhe gjuhën e një njeriu që i mëshon fort traditës dhe një tendence pasuruese në rritje të saj. Disa ekzemplar të këtyre librave sot gjenden në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Prishtinës, në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës, në Bibliotekën Britanike të Londrës e tjerë. Shkas i një kujtimi të këtij dhe i shprehjes së respektit thellë mësuesve tanë është botimi i punimit emra që nuk harrohen i zotrit Tahir Berishës. Aty zoti Tahir Berisha jep një kontribut shmuar në letërsinë dokumentare pedagogjike. Ai duke shkrirë tërë përvojën e vetë si mësues, si drejtues të arsimit, inspektor, organizator i arsimit, del 2 herë mësues. Mendoj se edhe vepra e zotrit Tahir Berishës është rezultati një pune kërkimore shkencore shumëvjeçare. Tahir Berisha merita të veçanta ka edhe si iniciator për konstituimin e manifestimit unikal Takimet e Veteranëve, ku ishte edhe sekretar për një periudhë të gjatë i Shoqatës së Veteranëve të Arsimit Kosovës.
Edhe pse shpesh i ankuar mes shokësh për kohë të bollshme, ai duket një racionues perfekt i saj dhe i ndal hapat e tij në jetën plot arritje e vështirësi. Herë në lojën me nipërit e mbesat, se i ka shumë, herë në një cep të jetës së tij shfleton kohën që ja kushtoi bletaris. Herë për humbet, ende mes bilbilave e papagajve si dikur. Herë mediton dhe kujton rritjen e pulave në kodrën e diellit në Prishtinë, herë trazon kujtesën gjetë, herë mes halleve e derteve të familjes, e herë mes shokësh. Pa hequr kur nga dora lapsin, bllokun, shënimet, librat, letrat, gazetat dhe radion, të çmuarën dhe miken e tij të hershme. Dhe si një traumë barkomtare, dimri tjetër i përket edhe Tahir Berishës. Si shumë shqiptare dhe ai më 5 prill 1999 u shpërngul me dhunë nga Kosova. E mes këtij dimri ai la pas Tmerin e Bllacës, Stankovcin Mizor. La pas 2 muajt në kampin e Gazi Osman Pashës në Kirklareli të Turqisë dhe më 19 qershor 1999 kaloi si refugjat në Angli. Këtu në takimin e parë me të birin Gazmendin, pas disa vjetësh në Grinoiç, ai e tha me poezi amanetin. Jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ata që e ndiejnë detyrimin ndaj një vepre tërësisht kombëtare. Pushtuesi, pap na ndau, prea dheut na përzu shkau, por, pa prit e pa kujtuar, në Angli jemi bashkuar. Po, në Grinoiç u takuam, në Meridian u fotografuam, ti në lindje, unë në perëndim, që do të na mbetet si kujtim. Gjatë jetuam në robëri, u fliuam shumë për lirin, që lirin ju ta gëzoni, idealet në vend na qoni, por unë u plaka, e ti ore po rritësh, timën e kreva, ko prej teje pritet. Që punë mbeta? Të vazhdosh? Çka është mangu? Ti ta plotësosh. Ai është prap në ecjen e tij të zakonshme, në jetën e tij, në një mjedis ndryshe, por sërish mes shkrimeve e ulumtimeve. Ecën i qetë, durimtar, i thjesht, dëgjuese kompetent, i vendosur në atë që duhet të bëj. Tahir Berisha nuk e ndal hapin. Zhurma e hapave të tij ndihet vetëm në trokamën e penës që tashmë ka shumë për të lënë pas. Ajo ndihet edhe në Prishtinë. Ndihet kudo ku thuhet shqip.
rrugëve të Mbretërisë së Bashkuara i kërkon shqiptarin, vendasin, historianin, shkrimtarin, kërkon çdo njerin që di për shqiptarin, që ka bërë sadopak për të. Kërkon tër kombin e madh anglez që në momentin e dur ju gjet tokës së djegur dardane. Kërkon e kërkon, të veçantën që i përket të djeshmes, të sotmes e të ardhmes. E ndërsa dielli ka lëshuar tashmë rrezet mbi Kosovë dhe Shqipja ende e pafrikur në trojet dardane, Tahir Berisha akoma e ka një merak në zemër teksa na thot: mos i kam lënë mangut gjëkombit. Dhe këtu duket se çdo gjë prahet e qetë.